أشهد أن لا Vëllezër, kemi fillu me shpjegimin e hadithit të haditheve të Imam Nevojut, 40 hadithe të Imam Nevojut. Kemi arrit tek hadithi i dytë, me të cilit është pjesa e 6. Kemi fol për çka është Islami, kemi shpjegu. Kemi fol për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammed Rasulullah, pjesë e shahadetit. Pastaj kemi fol për namazin. Kemi fol për vlerat e namazit dhe pozita e namazit. Në këtë ligjërat pjesë e 6 të hadithit vazhdueshëm që Xhebrili kur e ka pyet pejgamberin çka është Islami, dhe pejgamberi ka thonë Islami është me dëshmu nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. An tashhada. Do të thonë shahadeti, dy shahadete. Allahu dhe pejgamberi. Pastaj ka ardhur tuqimus salat, me fal namazin. O të tje zekat dhe me dhonë zekatin. E na jene të pjesa e zekatit. E zekat e luga, qka da me thonë në gjuhën arabe zekat? Në gjuhën arabe zekat da me thonë e taharatu wa nëmau. Në gjuhën arabe e zekat da me thonë pastrim e shtim. Subhanallah. Njerëzit mendojnë që me dhonë zekatin u shkatru. Jo, e ki pastru vetën tanë, e ki shliru vetën tanë, a disa i letën dje vetën tanë. E ki shleru pasurinë tanë, e ki pastru pasurinë tanë. Anën e dytë, shtim, e ki shtu, e ki shtu, nësë më nda që e ki paksu. Kjo është në kuptimin e gjuhës arabe. Ndërsa në shariatin islam, si në bas Koranit, çka da me thonë e zeka? E zeka da me thonë, qadrun wajibun fi emualin muajjenetin, yudfa'u waqtu wujubihi li ta'ifatin makhsusatin. Në shariatin islam, në Kur'an, me Kur'an, çka do të thonë zakat është zakat do të thonë e kufizuar që është obligim, një kohë e kufizuar që është obligim për parat e caktuara. Kohën e ka veç, kur do të më dhon, edhe parat janë caktuara. Jo kur t'ki qefin ti, kur të vjen qaj numër shifër që ti të ban pare, atëre te ki obligim me e dhanë zekatin. Në kohën kur obligohet. Që kja da me thonë, si në basë Koranit zekat da me thonë. Qka gjykimi, hukmë mani'i zekat. Qka gjykimi për ata që nuk e japin zekatin? Men mena zekat, bekhilen, biha, kush e ndalë zekatin, për tacis, nuk da me dhanë njeri, për tacis, i ku me dhe, qash me nëzhe pare të minje, mi dhanë, e para që kja, au in të kasa minhe shejen, apo paksan dishka, ti ki me dhanë zekat, për shumë, bjen me dhanë 250 euro, për 10.000, ta pëse me dhanë 250, për jam edhe 250 pinali për veti, e para, dhe thonë kjo është e dyta. E treta, min gajri gjuhdin li u gjubihe, nuk përballet me obligueshmëri. Shtyhet me obligueshmëri. Po që s'du me dhanë, ani pse është obligim? S'du me dhanë të zekatin. Këtu që ka bu ky njeri, faqad irtakaba ithman adhiman kabiratan min kaba'ir dhunub. Ai vetëm se ka rënë prej mëkateve më të mëdha. Që të ulemat që ndonë dy kaje. Hukmu mani az-zakat, në dy kaje. Ka për të që i thonë kafir, ka dalë për islamit. Ka për të që i thonë, jo, nuk dalë për islamit, po ka bu me katë marë. Dy mendime janë të ulemave. Ehli Sunneti në zakat ka ndonë dy mendime. Njëri për tëve, për mendimeve, kanë marrë mendimi shumë të furë në kohën e pejgamberit me rastin e kona të Abu Bekrit. Tjerët e kanë zvut pak. Amo cilë është me drejta? Të Abu Bekrit. I ka luftu. Jo, kanë zakati me vonë se vonë del pi dinit me fesë, do të pa tjetër. Pastaj, sërë që është përmen, Allah zë gjenë në Koran namazin, kënë e ka përmen? Zekatin. Njëjtën gjë e ka përmen edhe zekatin. Qysh është namazi, është edhe zekati. Shurutu u gjubi zekat. Kushtet për obligueshmërinë e zekatit. E para është me qenë Islam.
Me qenë musliman, qafi që obligohet, je musliman, të obligohet, kusht e kja rrit. E dyta është el hurrije, me qenë i lirë, ju me qenë sklav. A i cilë është sklav, i nxanë, rob, e kështë më radhë. A i nuk ka të obligush me dhonë zekatin. Mi për në qësë është i lirë, që shimi na, për në kone për fejti kanë qenë jazë sklave, kështë më radhë, nuk e kanë po të obligush me dhonë zekatin. Mulkun nisab, me arrit nisabin e pasurisë. Çfarë dush pasuri që ti ki? E ke arrit atë nisabin, atë vlerën që du të me dhonë zekatin, ke hinë e kushtin që patjetër du të me dhonë zekatin. E katërta cëlla është tamamul milke, plotësisht me posedu parën tanë. Qysh plotësisht me posedu parën tanë? Ju me qenë pare shtetit. Tash unë jam markatari shtetit, ministër, jam i shtetit, edhe këtë parët e qytetit, këtë parët e njerëzve i kam. A banon me dhonë për parët njerëzve zekatin? Zban, veç se munin tanë. Apo me qenë parët e sadakas, unë i mledhe këtë parët e sadakas, shaka. Unë jam pushtetar, i mledhe këtë musliman, jam mledhe i sadakan. E për që aty sadakan e me obë zekatin. Së është pare jote aja. Ti për njërës të stonë të të me dhonë, ju për parët të sadakas. Apo e mledhe zekatin, shteti, e për jasaj me dhonë zekat, nuk lijohet, vetë se me njësën tane, person individi. Apo parët e gjamiës, për shembull, unë jam kryetari i gjamiës, njerëzit ka dhonë parët gjamiës, unë i shap lot aty, të ati, a që t'ja, se mi dhonë pitë mijave, t'ja pitëve, ja, nuk ban, s'ka zekat kështë, që kja është, subhanallah, mirë, apo mi gjithë parët, i kom gjithë parët, i kom gjithë 10.000 euro, haj për ja pityve zekatit, nuk pranohet, s'ka zekat për të humra. I ka vjedh parët. Ka njerëz që i vjedhin parët, të ban parë, vjedh atë, dhe kur ta shen i ka bë 10.000. A ka zekat për të? S'ka zekat. Nuk e ka rrit kushin, s'ban kjo zekat kështu. Apo e ka parë pa drejtësisht, i ban zullum njerëzve, në tregti për shembull. Thatë unë e filanit, pa ja shit, me i nati, thatë kurse la. Moraj kushtan 5.000, 10.000 të kam jashit, veç me i nati. A i ngrati s'ka ku me abo, është nevoja për që ata, 10.000. E qash për qëta 10.000 i kanë zonë kë vit i kanë zonë, nuk ka zekat, asë e pranan zëlli këtë zekat. Haram beno me ka, se i ka bu pa drejtësi. Pastaj u lezër, el-emuar leti la yashtarutu laha al-hulul. Parët, pasuria e cila nuk kushtëzohet me kohë për me dhanë. Kur nuk vjen koha e zekatit, nuk ban me dhanë atë zekat. Por derisa të vjen koha e zekatit. E para është el-khariju min el-ard, hububu e thimar. Aja cila del pi tokës, aja cila ka frytet e tokës, në qëse nuk ka arrit koha e saj, nisabit, koha që me dhanë zekatit pi tokës, nuk ban para kohë me dhanë. Nuk ban. Me nëzirë të për shembull orizin para kohë. Nuk ban. Kër e arrit pjekët orizi, pjekët sendet e tokës që janë qështë dët, e arrit da më thonë atë mundësien, zhegi malë, ata që punojnë me tokë e dinë, unë nuk dhja që shmi shprejnë në realitet, pa ata që punojnë me tokë e dinë këta. Kër të arrit aja ko, atërë të mundu është me dhonë zekatën. E pare da më thonë, aja cila del prej tokës. Pastaj, një te e gjithë se i me ti behimetul enam, me dhonë prej baktive, prej devës, prej lopës, prej baktive. Para koha ban me dhonë, zban. Por shembull i ke arriti 40 bakti, i ke arriti 30 lopë. A lo par viti, a ban a lo par viti me dhonë zekatin? Jo, zban, haram e ki belon. Kur ti ban një vjet, i ki 40 lopë, atëre po. I ki 40, da më thonë, bakti dele, e kështë të më radhë, po. Për shembull i ki 30 lopë, edhe alo par 6 muj i ki bo. A ban me dhonë zekatin? Nuk ban, haram e ki, se s'ka orë koha. Kur vjen koha një vjet, atëre për 30 lopëve, në apon të jetë zekat. Pasaj u lezër, e treta është e ribhu tijara, tregtia, shit blerje. Për shembull, unë e kom ble shembull benzamja, unë e kom ble kjerë qëtash, shez ble kjerë. Edhe kom të bu pare, për kjerëve,
e kum shit një 5.000, një 2.000, një 3.000, edhe i kum bo 6 muj. Unë ajo paret i kam, 8.000 i kam, i kum bo 6 muj. A ban me dhon zekatin? Jo, s'ban. Se s'ka i koha. E në qoftë se ti nxen çata, ti nxen paret viti, e atëherë do të më dhon. Para kohës nuk ban me dhon, domethënë zekat. Amwal allati tajibu zakat fiha. Parja e cila është obligueshme që mu e dhon zekatin e ta. E para është behimetul an'am. Kafshët. Da më thonë e kam për qëllim zekati kur se zekatin ndahet që shtanë me lloje të pasurisë pare, dokati, baktive edhe prej tokës. E që kja është? Kur liot me dhon zekatin? E para është kur ki bakti, ki lop, ki dele, ki dash, ki deve, po i përmena gjitha këta. E khargjë mi le ardh, aja cila nxirret për tokës. Mirë, aja cila nxirret për tokës, inshallah i cekmi, a ban me dhon për shembull kumlla, zban, molla, zban. Rushin që ajmi na, a ban? Zban. Rushi thot po, a rushi shtot nuk ban. Cila ka për qëllim sendet që kanë më të vogla që nxjerrën për tokës. E do i përmendmi, sikur rizi, e sendet tjera, elbi, gruni, e do i përmendmi me lenin Allah. E treta cila është e nukud, parja, pi pares, da më thonë ka zekat. E pesta është cila e dheheb, dokati, kush posedon dokat, do të me dhonë. El urud tijara, ai cili ban tregti, vazhdueshëm, lloj-llojshëm tregti që e ka, dhe për të nxjerr parë do të më dhon da thon zekatin apo ne i thojmë sendet e tregtisë të biznesit. Ka tregti, ka dhe biznes që ne e ban, do të më dhon zekatin. Fillojmë me të parën. Anisabul al-an'am. Sot do të më arrit nisabi, arrishmëria për me dhon zekatin të parën të lopës. Të parën e cekmi da thonë të devës. Në qofse i ki 5 deve e më shumë, da thonë ti ki me dhonë një deve. Ti ki me dhonë një deve. I ki 5 deve, 5 min al-ibl au akthar. Ti ki me dhonë edhe një deve. Në qofë se i ki të 30 min al-baqar au akthar. Në qofë se i ki të 30 lop. I ki 30 lop, ti ki me dhonë me se ka bofsha një lop. Ma thonë zekat. Në qofë se i ki 40 min al-ghanam. I ki 40 bakti, dele. Ti du të me dhonë një dele, da me thonë një dele ke me dhonë të zekatit. Po i ki 10 deve, sot deve përbin? 2 deve. Po i ki 60 lop, sa lop du të me dhonë? 2 lop. Po në qofë se i ki 40 dele, sa du të me dhonë? Do të me dhonë 2 dele. Ashtë shumë që rritët numri, ashtë ma shumë da thonë të keme dhonë, keme shtu ka një. Pasaj o lezër, el khargjë min el ardh, aja cila nxirret prej tokës. Aja cila nxirret prej tokës që do të me dhonë është el hubub, në sendet që janë më të vogla, prej tokës që nxirret. Prej tëve është el burri, gruri, el shair, elbi, el aruzi, urizi, edhe durra, misri, a i thoni misr? Misri, sendi ma i vogël. Qita që nxjerrën për tokës, do të me dhonë. Pastaj, e thimer, dhe në thonë, frytet e tokës cilat janë, që do të me dhonë, është e temër, hurme, në qëse ki, do të me dhonë zekat e visojne. E zebib, zebibi thojnë rushit e tërt, rushi i vogël i tërt, për tëve do të me dhonë zekatin. O lauz, bajamet, a dhe të që janë bajamet, a për dini? Pisojnë do të me dhonë. El fustuk, fistek, që të mina, pisojnë do të me dhonë zekatin. Qka nuk lejohet për i sendeve të për i tukës që nuk ban me dhonë zekatin? Molla nuk lejohet, portokalli,
nuk lejohet, banana nuk lejohet, kastraveci nuk lejohet, kepa nuk lejohet, bostani nuk lejohet, shega nuk lejohet, fletat mint që është nana i thoni, mint, aja nuk lejohet me dhanë, paltigjani nuk lejohet me dhanë, hudra nuk lejohet me dhanë. Pse nuk lejohet ta? Këta prishin. Kur depozohen, kur të rrimen një vend, këta prishin. Sende që i përmenë manal, sukur që është gruri, elbi, orizi, e këta sene, këta nuk prishin. Qëta për tëve, da më thonë, do të me dhanë zekatin. Mirë, sa është për qyteve tokës për me dhanë zekatin që shëtëseko na prej orizit, prej da më thonë prej grurit, elbit, e cekom gjithashtu edhe prej rushit tërë, prej fistokët, sot do të me arrit një sabi, në qofë se i ki 612 kile, 612 kile, ti do të me dhanë prej sajna zekat. A do të me dhanë pare? Jo, do të me dhanë, që ashtë të qysh, ju më pare me shëndru, do të me dhanë, da me dhanë qysh atë tokat, do të me dhanë, orezje. Në qofë se ki arrit për qytyve të mirave që del për tokës 612 kile, atëre ti do të me dhanë për tëre zekatin. Qysh me mujt me ditë sa me dhanë zekatin? Ulemat e kanë dhanë shumë një shifër të mirë. I kanë dhanë 3 mendime. Në qofë se toka u jitet për shiut, për Zotit, si munu heq, të vishe kishti farën që atë, Zotit a ka shlu shion, kanë dalë të natë mirat për tokës. Ka thonë ti për që atëve prodhimit tanë që te e nëzirë pastaj, 10% keme dhanë. 10%. Ashtë logarete sa boj. 10% keme dhanë për qasajna. E dyta, nëse toka u jitën nga shiu, po ki shpenzu me qështë pompe, makinerije, është, da më thonë, u jitë me shpenzime, në fakt, ma banë Allah. Nëse toka u jitë me shpenzime, je munute, ke ble maqin, ke ble sene, ke qilë bonare, ke nëzërja, ke qilë atë tokën, kanalin, mishku tokës, uji, me dalë ata, ape koptan, atërë ti do të me dhanë 5% për i prodhimit. E treta, në qofë se i ke përdur të dyat, edhe ju munu, edhe ke qilë bonar, edhe ke bli makinerie kështë të mëral, e ke qilë kanalin e ke buket da vonë tukët që është e mëndë shumë, po edhe prit makineris, edhe ke prit për qilit, atëre ty të bjen me dhanë 7.5% për prodhimeve të ke me dhanë da thonë zekat. Mirë, zekati i pareve. Zekati i pare ulemat e kanë arrit në 2 qështje. Kanë diskutu zekati i pareve janë në 2 qështje. Qështja e parë është ka thonë sa ki dokat. Ka thonë qysh sa ki dokat, sa arrit një sabi dokatit, sa ki pare me lojnë e dokatit, disa kanë përmen prej 85 dhe 92 gram. Qka të rogë, 85 e të nalë ka thonë ti ki me dhonë zekatit. Për shembull, ta ti ki 10.000 euro të paluta, të pareve. Sa do të me dhanë? Ka thonë ti do të me dhanë për 10.000 euro e 250 euro, 2.5 ki me dhanë. 2.5 pisajna ki me dhanë. Pasaj, ulemat ju më thy ka thonë, ja, këta s'kena me zxedhna, me dukat. Pse ka mu shduk zekati? Kush pinimi ka 10.000 euro të paluta? Veç se njës të pasur shumë. Ka thonë kena me zxedh me shka, me të sërmit, argjent, sërmit. Ka thonë kush i ka 595 gram prej parës, da thonë në qofë se 595 gram që kushtojnë 600 euro, sërmit, që tash, me shku me thonë sa është grami, me asë me thonë komplet, 595 gram, sa bujnë, ta banë shqicit, ta bujnë 615 euro. Kush i ka 615 euro, janë zënë një vjetë komplet, ai ka me dhanë zekatin për sajna, të pareve. Ai ka me dhanë zekatin. Sa do të me dhanë për 615 euro? Vetëm 15 euro. Po i ka 1.000 euro, sa i bjen me dhanë? 25 euro. Po i ka 2.000 euro, sa do të me dhanë? 50 euro. A pësan? Që kja është? Da me mire cëlla është?
e kanë ulemat e kanë cek me cërmit, jo me dokatit. Fanatiku, unë i thamë qështët, ka vllazni që i kom taku janë fanatika. Kur të folë për zekat, ja, unë e dokatit. A dini pse? A e din që i ka 9.000 euro të paluta, thë pse me dhanë? Së të me dhanë, thë, kur ti baj 10.000, thë të ne ja. E ulema ka thonë, jo kështët, ja ki bo pa drejtësi zotit tanë, kena me zgjedh me qka? Kena me zgjedh me të sërmi. 600 euro i kitë paluta, ti në zemë 1 vjetë, ki me dhanë zekate. 1.000, ki me dhanë zekate. Mirë, zekati i tregtijes, biznisit, llogaritet, qysh llogaritet? E njëjta gjë. Llogaritet me të sërmit. Për shembull, unë e shes kerrë. Unë e shes kerrë. Edhe e kum shit një kerë 5.000 euro. Për që tyve 5.000 euro, në qofë se ti ki parë në dorë, ti në zenë që ta 5.000 euro, tregti në qofë se ban me kerrë, apo më këtan, që kjo, shit blej. E ulemat, disa për ulemat ka thonë, jo, në qofë se ti e ki bli kerrë, ma në menë që tash, ti e ki bli kerrë, do ti da me shqip kerrë, tu du me shqip kerrë, a më nuk ban biznes ti, tu ka bo që është më thonë, më në tanë që ki kerrë, da me shqip, e ti ka në zonë, për shembull 15.000 euro ti kanë zonë çaj kerr. Edhe viti, ti ki shiti ki 15.000 euro. A ban me dhënë zekatin për të? Jo, se ti nuk i në biznes, në tregti. Kjo është para jotja që ti i ki shit, s'ki bo tregti në ta. Ka prilona që e pranoj. Mirë po, tregtinjen që e cekin ulematën ata cilët shesin dhe blin. E blin që ta stall, shet që ata, e blin që t'lutre, e shet ata, qështë. Në qofë se ti në zemë, shkurt, 600 euro, mrena viti, për tregtijës tane, për një sendi që të e ban, apo i mbledh krejt pasonin që i ki, krejt kjerët që i ki shit, krejt damëtona tregtin që i ki, tu kanë mbledh për shembull 10.000 euro, e llogarit me çmimin e argjendit. Me çmimin e argjendit. Ta thonë 600, sot i vjen 15 euro. 1.000, 25 euro. 2.000, 50 euro, 3.000, 75 euro, qështët e logarit, o i vlezër, kjo është ligjerata që është pjesë e hadithit të Gjibrilit a.s. për zekatin, e në vetë një mënyrë që na e sfigojme zekatin është këtë mënyrë, dhe jo me folë si që shkimi folë për namazin, për vlerat e namazin, që më thonë të ashtani imanin, mirë po zekati nuk është që nuk të ashtani imanin, po jetë e kry një obligim që është sendi më madhështor në Islam për me di se qysh është puna e zekatit. E lusmi Allah në zëgjet që këta fjallë që i thanëm, bëjnë dobi në vetën tërë, edhe të kjo që i keni ndëgju, e në banë Allah për zhatimin, pa ka qenë ligjerat e ranë qështë e zekatit, vërtet, zekatit është qështë e shumë e ranë. E pëse këta fjallë në i thash për pare, për tregti, për kësa sene, për dukat, a pëtan, ulemat kur nuk japin një fetva të njëjtë për çmimin e tyre. Pse? Ndryshan koha, ndryshan tregtia. Ko pas ko hyp, zhdryp sene, për këta është dhe thonë mesele shumë e ranë, për rëndësishëm që ato që i ndëgjënëm, sot do qovë diçka me kuptu për dinit, për fejës dhe për zekatit që Allah në ka botë obligueshme.